Njoftimet për kundërvajtje nga sistemi Safe City janë vetëm në gjuhën maqedonase. Ministri i Punëve të Brendshme thot se kur të nisë zbatimi zyrtar nga shkurti, të gjitha proces verbale do të jenë në përputhje me ligjin, por Toshkovski nuk sqaroi nëse ato do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Aktualisht, njoftimet për kundërvajtjet e kryera nga sistemi Safe City dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase, pasi procedura ndodhet në fazë testimi, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski. Sipas tij, me fillimin zyrtar të sistemit, në shkurt të gjitha proces verbalet dhe njoftimet do të dërgohen në përputhje me dispozitat ligjore, pa saktësuar konkretisht nëse do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Sigurisht me fillimin brenda kuadrit formal nga data 1-2, sigurisht që proces verbalet që i kemi do t'i dorëzojmë në përputhje me ligjin, tha Toshkovski. Ai theksoi se aktualisht njoftimet dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase sepse është bërë zgjidhja më ekonomike dhe më praktike teknike, e cila u mundëson qytetarëve të marrin informacionin bazë. Shqiptimi i gjobave për shkeljet në trafik do të fillojë nga shkurti dhe jo nga 1 janari, siç ishte paralajmëruar më herët. Përveç Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, sistemi do të jetë në funksion edhe në korridoret 8 dhe 10. Sipas institucioneve përgjegjëse, kjo shtyrje vjen për shkak të nevojës për kontrolle teknike shtesë dhe për përputhjen e procedurave ligjore.